Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi e diel 13 prill 2025. Dashi. Dita më duket mjaft nervoze, që nga mëngjesi duhet të shmangësh mërzitjen apo grindjen, nuk do të jetë e lehtë. Në mjedisin familjar ka kontraste për të shmangur. Demi. Sot ju jeni të papërmbajtshëm. Është koha e duhur, nëse jeni vetëm, t'i lejoni vetes disa takime të tjera. Binjakët. Ka më pak dëshirë për të bërë polemik dhe më shumë dëshirë për të filluar në krahët e partnerit. Mund të forconi situatat që ju interesojnë, por edhe miqësitë e ngushta që nuk kanë vlerë. Gaforja. Pra, shumë gjëra për të bërë, stresi. Ju janë peshuar shumë nga shpenzimet e mbledhura kohët e fundit. Luani. Do të merrni lajme, një kontakt do të rezultojë shumë pozitiv. Ditë e rëndësishme për dashurinë. Birgjeresha. Her pas here duhet të marrësh vesh, përndryshe nuk të pëlqen. Bëni kujdes me shenjat e Dashit dhe Luanit. Peshorja. Veproni tani, gjërat mund të ndryshojnë si magji. Një miqësi mund të bëhet dashuri. Akrepi. Kini kujdes nga ata që janë larg, shumë të lidhur ose shumë të komplikuar, ju pëlqejnë misteret, por mos e teproni. Është e mundur të ndjeni një farë tensioni. Shigjetari. Ju ndjeni një rritje të ndjeshmërisë emocionale, intuitës dhe aftësisë për të qenë empatik me botën përreth. Koha e mirë për të forcuar marrëdhëniet shoqërore të dobishme për të ardhmen, qoftë edhe nga një distancë. Briqapi. Ditë paksa e qetë. Është klasike për ju të besoni në një çift dhe më pas të mendoni të jeni vetëm. Ujori. Do të jeni në gjendje të filloni të fitoni terapi pikërisht në këtë periudhë, ose ndoshta të bëni atë përmirësim estetik që keni dashur prej kohësh. Në dashuri, një takim paralel mund të jap edhe qetësi, për periudhën e ndarë të rikthimit të ngadaltë në normalitet. Peshqit. Ndjenjat në plan të parë, nëse jeni vetëm nuk mendoni se mund të qëndroni atje për një kohë të gjatë, mund të mësoheni, por në fund të fundit keni nevojë për krahasime. Kujdesuni për trupin tuaj pak më shumë. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.